Generali Amerikan Christopher Savoli, një nga figurat më të larta ushtarake të SBA-s dhe komandant suprem i forcave aleate në Europë, ka raportuar para Senatit Amerikan për gjendjen e sigurisë në rajonet ku janë të dislokuara forcat amerikane, përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor. Në fjalimin e tij, Savoli përmendi Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën si dy vende që vazhdojnë të përballen me sfidat e sigurisë dhe stabilitetit. Ai theksoi praninë aktuale të trupave të KFOR-it në Kosovë, duke nënvizuar se nga gjithsej rreth 4300 trupa të dislokuara, rreth 600 janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. KFOR-i mbetet në terren dhe situata në Kosovë mbikëqyret nga afër. SBA kontribuon me më pak se 600 ushtarë, ndërsa një pjesë e madhe e barrës mbahet nga aleatët tanë, si Italia, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Hungaria, deklaroi Savoli. Ai gjithashtu vlerësoi reagimin e shpejtë të Francës ndaj tensioneve në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke përmendur vendosjen e aeroplanmbajtëses Charles de Gaulle dhe 2 batalioneve parashutistë në verën e kaluar si pjesë e një demonstrimi force në rajon. Sipas Savolit, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur forca rezervë në Kosovë për të përballuar tensionet e rritura gjatë viteve të fundit dhe tashmë janë në proces të zgjerimit të pranisë së përhershme të trupave për të lehtësuar ngarkesën mbi rezervistët. Ne po zgjerojmë numrin e forcave të përhershme në Kosovë për të lehtësuar barrën që e mbajnë aleatët me forca rezervë dhe besoj se do të arrijmë marrëveshje për këtë shumë shpejt dhe do t'i kemi ato resurse. Komandanti Amerikan po ashtu theksoi bashkëpunimin e ngushtë me Bashkimin Evropian për misionin e BE-s në Bosnjë, Operation Althea, duke theksuar rolin e rëndësishëm të bashkëpunimit ndërkombëtar në ruajtjen e stabilitetit në rajon.